Skuadra Lezhiane e Beslidjes ka marrë një fitore shumë të rëndësishme në transfert, duke triumfuar ndaj Erzenit me rezultatin minimal 0-1. Ky sukses i vlefshëm jo vetëm që i rikthen lezhianët të fitoria pas barazimit në shtëpi me Sopotin, por edhe i ngjit ata në vendin e parë të tabelës së klasifikimit, duke konfirmuar formën e shkëlqyer që po kalon ekipin në këtë fillim sezoni. Goli vetëm i takimit u shënua në pjesën e parë nga Jasmin Raboshta, i cili tregoi qetësi dhe saktësi nga pika e bardhë e penalltis, duke mposhtur portierin vendas dhe vullosur rezultatin që në minutat e para të lojës. Pjesa e mbetur e ndeshjes u karakterizua nga luftë e ashpër në mesfush dhe përpjekje të vazhdueshme të vendasve për të barazuar, por mbrojtja lezhiane rezistoi me organizim dhe vendosmëri. 3 pikët e arta të marrë ndaj Erzenit konfirmojnë rritjen e vazhdueshme të Beslidjes, e cila po përfiton edhe nga mbështetja e fuqishme e tifozërisë lezhiane dhe organizimi i ri i presidencës, që dukshëm ka sjellë një frymë të re brenda klubit. Në javën e ardhshme, Beslidja do të rikthehet në stadiumin e vet në Lezhë, ku do të përballet me Gramshin. Optimizmi në kampin lezhian është i lartë, me synimin për të vijuar serinë pozitive dhe për të ruajtur kreun e renditjes.